Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin Bolt. 26 vite pas luftës përkatësisht nga 4 prilli i vitit 1999, ende plagët, dhimbjet dhe sakrificat e luftës vazhdojnë të trazojnë ndjenjat. Ndërto janë edhe të Maleq Kryziut, i cili pas 26 vitesh gjen shenjat, eshat e të birit mentorit për të diskutuar lidhur me këtë rrugtim në kërkim të eshrave të birit, kemi ftuar zotrin Maleq Kryziu. Përshëndetje zotri Kryziu, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, ju faleminderit dhe juve për ftesën. Kur më parë është bërë publike dhe janë gjetur eshrat e djalit tuaj dhe të tjerëve që kanë ndodhur janë vrarë në masakrën e Kralanit. A kishë mundur për fillim me na tregu çfarë ka ndodhur me 4 prill të vitit 1999? Faleminderit. Po, me 4 prill unë jam një dëshmitar që kam qenë edhe vet aty. Është një histori e gjatë rreth kësaj çështje. Nëse nisem me qenë nga fshatra tjera që kemi kaluar edhe kemi ne, po ndalemi rreth Kralanit. Në ditën kritike me 2 Kralan ne kemi shkuar, me 2 prill kemi shkuar në Kralan. Dhe me njëherë nesërmen kanë ardhur tanket edhe janë vendosur Mrasor. Mrasori dhe Kralani vijen ajrore kanë 1.000 metra. Kemi tentu me mu largu prej Kralanit, po ka dalë dikush që ka thonë, nuk e nevojë me ikë se na i nalëm forcat serbe dhe nuk mund me depërtu ne. Realisht, Kralani ishte djegur 3 herë para se me mbrina aty. Dhe kështu popullata ishte në hezitim e sipër dhe u nalëm. Edhe veti më afru, dhe ku më tha, dini çfarë përgjithësie po merrni? Se gati 10.000 vetë i keni këtu. Ka Drenica, ka Klin, ka Malishev. Po thuj se gati nga gjitha anët e Kosovës që i kanë ndjek policia, ushtria serbe, aty kanë qenë vendosur. Po më në fund nuk u bë me hecë për Shqipëri, me ikë, edhe u kthyem në drejtim të shkollës Kralanit. Shkuam atje dhe vendosëm në shkollë dhe edhe aty tentum prap me ikë në drejtime ndryshme në përmalje, mirë po aty ishin penget granatat e shkive. Kërkoj fale që po përmendi këtë emër, po ashtu meritojnë një urrejt i tillë. Ka do që ne tentonim të shkojmë, granatat na benin përpara. Thonë ishte një sinjal që nëse shkon në atë rrugë, ti do të vish në granata ose do të vritesh ose masakrohesh ku ta dyn atje. Dhe unë alëm betëm prej mëngjesit, prej orës 8 deri në mbrëmje në shkollën e Kralanit, rreth shkollës Kralanit. Dhe aty në mbrëmje Enver Hoti, një profesor i mbrojtjes i Klinës, tha se duhet të dorëzohemi dhe duhet të nisemi në rrugë për në Shqipëri. Dhe tha duhet të marrim nga një shami të varta vendosim në shaj dorëzimi. Ai ka prej kolonës dhe popullata mbrapa atij rrugës te ai vendi ku janë bërë dhe masakrat, ku është bërë dhe keqja më e madhe. Gjatë asaj rrugë diku 2-3 kilometrëshe në ndërkohë mund kanë dalë. Një prej atyre ka qenë ushtara, policia nuk e di, dhe të një fargardhi do mana, do thera aty dhe më legitimoj, kërkoj dokumentacioni, kërkoj kuletën. Një radje kisha me veti që dëgjojsha lajme, ma mu radin e thej, kuletën e zbrazi, edhe më tha, në atë moment është shumë interesant, shoqja, ne ishim bashkë me familje, unë isha bashkë me familje, shoqja dul prej kolonës dhe bëtë munal, ja më bë me dorë që ikë se nuk është momenti tash për tash edhe të fundi kom rrë llogarit që nëse shkoj unë e jo tash edhe bashkë edhe dikush tjetër me mu.
ka hecë shoqja. A më galë shumë muaj, për shkau, edhe kam hecë shpejt e kom zonë familjen, tash ata te ajo lugina, ku në kanë nalë, edhe ku në kanë nda, ishte një gardë aty, pa i gardë i tëpë, të i këshin që hapë tri shteke. Shtekin e parë, më nali mu, dhe bi thëmë, nuk i kabrë thash 100 metra, 150, 200, thash, që më nali thash më në kreba, thash për të me hija, thash joj, që më kratë, të risa, unë në sekundat i në pytim, ma ka putë bëksë dhe rakatele dhe jëmë nalë, aty kur jëmë nalë, kom këshyrë për pjetë e kom pa tjetërin. Tha deshu, jam desh në shokë për pjetë. Pash aty shumë tesha tuba që i kënë la njerëz, ka qenë shteki i dytë dhe shteki i tretë. Edhe ma bërë me dorë të shko të turma atje, kur shkova njerëz të përgjakun, njerëz të rahur, të sakatosur, të kajt, të partit, edhe do janë veç ku për neve shkona gjithë, ku për neve shkona gjithë. Në atë momente, një teng e shkive, ka kalu gardhen, e gardhë qka pret tengën, edhe ka një drejtim tonin me në shkel, gjithve. I ka kësë nuk dikush prej oficerëve atjet vetë, dhe i ka thonë kusht ka urdhru të i kusht urdhru e kështu, këtë mbra pa këthyaj. Edhe në atar veç që kishëm shtermu trumpin, edhe ishëm të gashëm, qoftë në në shkel të eka, po qoftë mi prit brëshrit e plumbave, nuk prit e diçka e mirë aty. U këthyaj mbra pa dhe tash, mas një kohë, kur përfundoj krejt që i murën i ndajten burat prej grave, unë i kom pasë 2 djemë me veti, mentorin edhe Artonin. Mirë po, asë njanin nuk e kom ditë që i kanë marrë aty, e i kanë nalë aty. Artonin e këshin shtu dhe vajzat të miqve. E këshin shtinë mes, e këshin mbulu me flok. Edhe a i ka shpëtu aty, nga i ka zani kur të bërë keqja, ndërsa mentorin e këshin pas nalë. Shtekin tjetër, edhe nesër me në gjesë, e kom pa mentorin. Edhe ju kam drejtu mentorit, tash, mentor. E këshyrat nuk i kish pas teshat e veta vesh. Tash, mi gjetë teshat e tua ka dole, se s'kishëm drejt as gjysë metre mu largu prej turme që ish aty. Edhe i ka gjetë teshat, ka dal, i kemi gjetë, i ka vesh teshat edhe ka ardhë, a ullë, afer me. Edhe tani kemi nej bashkë. Ndërkohë, Enver Hoti, ka pa thirrje të popullat aty, çka keni pare, mbledhni, dorëzoni, dojmë me udhën këtyne, e këta kanë menaxhu me kamiona për Shqipëri. Aty të njerëz të gëzuan edhe çka kishin i nxerrën, i shkondën gjepat e vetë. Unë më veç mu e shkruaj më herët, edhe po presim na. Erdë mbrëmja e dytë, kanë ardhë 2 kamiona edhe kanë thonë, tash Enveri mes neve dhe tyne, tha ata që janë matë vjetër, qëno me ardhë me hinë kamiona se po dojnë mëshu për Shqipëri. Jenë që, disa, ka pas tentime edhe prej moshës më të re, po unë nuk kam livrit me djallë, kam ne aty ullë. Një kushëri ka qenë deputet i kushtetutës atëherë, ka qenë ikun që e ka shpadër. Një Halit Kryziu, kushëri që ka banun klin, e kanë njoftë. Dhe me njëherë ju kanë vërsul, te ku për të më shku, ty jem të lypë. Ta shaja për vjedhë dhe qyre dhe ka ikë, a ka kalun kamionin tjetër, a qysh ka ba edin, edhe ma shkur ta i shpëtoj prej asaj 4 hura dhe unis ishka njës për Shqipëri dhe ka shku për Shqipëri. Më vonë ka vdek një ndeshje ka pas. Dhe tash, prapë edhe ju notë, kaloj, me angth, të prit, qka po ndodh, 2 kamiona shkunë. Ju nuk shkuat? Jo, unë as që kam tentu se e disha që po të shkoj djallin ma këthejnë edhe prapë, edhe nuk mu do ke vetja atërë. Ta shti dikun, për bjenë para 26 viteve, nuk mu do ke vetja që mune në mesin aty në pleqve, qka ishin ma pleqë që s'mujnë me ecë. Edhe tash me gjesin tjetër, me 4 prill, pikrisht me 4, ka ardhë një komandant i garnizonit, unë nuk kam njohtë, ka njohtë, dikush e ka njohtë, dhe thënë, po vjen komandant i garnizonit të ushtrisë Gjakovës, komandant Gurishi, me emër, ka filluaj me folë,
para neve aty. Unë kam qenë ushtar i Jugosllavisë. Edhe më duk që po e shoh një oficer tipik të Jugosllavisë. Me veshje, me atë çantën që e bajnë ata oficirët që bajshin, me kapel, me gjitha. Dhe vërtet ai ishte oficer, aty më vonë nuk kuptoj që ishte oficer i garnizonit të ushtrisë me siguri ka qenë në njësi në Gjakova atëherë. Edhe ai filloi me fol para turmës, e shonte thoqin, e shonte Amerikën, e shonte Rrugovën. Mirë kemi qenë vllaznim bashkim ku ta dim atje. Edhe kërkonte pak informata prej popullatës, po popullat tanë kokulur dhe nuk dojnë asas ta shifnat. Kanë ardhur një grup prej 10-shës. Ata kanë qenë paramilitara, kanë qenë ushtara, po çka nuk e di. Po megjithatë në bazë disa shenjave dihet që ata kanë qenë njerëz tradhinës aty, që i kanë njoft njerëz. Sepse kur kanë filluar me nda, me kështja bashin, i kam thonë mentorit tash ule kukën edhe mos i këshyr. Se si takohen sy të hajde quti edhe ka ule kukën ai. Tash atë që thash më parë që kanë qenë tradhinës, ka qenë rasti i një hidajet kuriozit nga mleqare i dalën klin, kur e kanë pa kanë thonë, ku je ti ty jem ka lyp në gjuhën e tyre, në gjuhën serbe. To përmend kështu bukvalisht gdesit sigo tebe të trashim. Edhe i kanë thonë qu. Edhe e kanë marrë edhe njerëz tjerë që kanë njoft. Dhe tash, për mos me zgjatë shumë, dikun pi 80 vetë, 87 janë në listë, po më mërë që edhe ma shumë ka, po 87 janë në listë që i kanë marrë. Dhe tash, në thanë, hajde me shku ju për Shqipëri. Tash, ishte një rrugë atje, sikur me dalë për një tere, një shtek. Atë shtek e në këshin qelë dhe në dy antë ata të i këshyrë njerës një nga një mos po e shohin edhe ndonjë të njashëm kështu. Une edhe mentorin metëm të mëramët. Tash kanë ardhja 4 prej atyre që ka ishin aty që i murën. 2 më kanë drejtu mu me automata në barkë edhe 2 djali. Djali hupi. I hupi qerja, u zverdh, nuk e di asë që shë majshin kam të di. Edhe nuk ish pushia as dorën ma majtë mo. E për thëmë, ma një përse qëra, për shëni prej ri, 18 vjeqar ish atërë. I ri, i pa provu në frigohej, edhe përsikur ta dinte se ai po shkon drejt vdekjes, drejt vrasjes. Mani, nuk e lëshu. Edhe mu drejtun, shkoti kënej. Djalit hesni, ai ishte i fundit, në rrugën e pak them unë isha i fundit në rrugën tjetër për Shqipëri. Nuk e harroj ato momente kur për jetë ato qaste. Kom pas shumë kujtime të mira me mentorin. Gjatë kohës kom pas rasta dhe që kemi qenë 2 të rrezikum në atë kohë. Po ka qenë i vendosun, ka qenë i bindun. Një kohë ka qenë edhe në ushtrim me në i kryesivën, ka qenë një profesor aty, që kështë pas marrë me ushtru. Edhe, se kam qenë pak në atë kohë në Gjermani, në ofenzivë parë, në ofenzivë dytë jam këthyu në kur në ka rokja. Momente ma trona në jetën tam, ndoshta gjitha të tjera mund t'i te i kaloj disi. Po momentin kur më ka marrë djalin, ai nuk më hiqit prej mendjes. Ato nuk mundëm, aty nuk kam dorim me qëndru. Sepse ai ishte në atë rrugën tjetër dhe kthehej dhe më shikonte. Une e shikoja atë, por nuk ishim as njëri forcë, as fuqi me ndihmu njëri tjetërin. E vetja mundësi ka qenë vetëm ju bashkangjitë dhe unë ati dhe më shku bashkë këto, më vra dhe unë dhe diçka ma tepër nuk ka pas një mundësi tjetër aty. Nga ky moment nuk e keni parë mentorin? Nga ai moment unë nuk e kam parë dhe jemi nisë për Shqipëri, familjet veç kishin hecë. Kur kemi ardhur në Gjakovë, na kanë legjitimuar një herë. Na kanë lyp dokumente, dikush ka pas, dikush nuk ka pas. Kur kemi ardhur në kufi me Shqipëri, kemi dalë, unë nuk i kam dëgju, po kam dëgju prej të tjerë aty që kanë kërku parë edhe ata, unë s'kam pas.
Ka pas dikush dinarësh që mundet të herë Jugosllavisë dhe ka thonë, merrni këto pare ju se keni më kthy prap. Jo. Pastaj unë më njëherë në kufe si jam dalë në Shqipëri, më njëherë kam shku në kazermat ushtarake të Shqipërisë, edhe kam nej një javë ditë të prit turmat e njerëzve që vishin të ikë prej Kosovës, edhe mi vetë, a dini diçka, mos keni ndëgju diçka për Krajlan, për atë rast. Njerëz verzion ndryshme, fjalë ndryshme, dikush tek i kanë marrë me punu, dikush ashtu më shkurt, ajo e keqja më e madhe ishte që nuk ishte aty fare ajo. Bashkëndije me juve, sa ishte vështirë të ndahej përjetësisht me djalin në moshën kur pritej të bëhej krah i juaj, edhe të jeni pafuqishëm të dilni në ndihmë. Sa ishte kjo? Po, është shumë e vërtet që unë në atë moment u gjeta para një, si me thonë, para një blokimi. Humbja dhe fuqia. Një farë mënyre, kur e shifja ftyrën e tij, duke si kur ai kërkon të ndihmë prej meje. Mirë po unë nuk e kisha atë fuqi, nuk e kisha atë mundësi. Sepse vetëm pritej kur po shkrep. Dhe ajo ndodhi pasi jemi nisë në dikun 100 metra, 150 metra, kur jemi largu prej aty e kemi ndëgju krismat. I kemi ndëgju krismat e armëve. Dhe ajo që është për të ardhur keq, është se trupat aty në njerëzën, unë kam shkuar tani për Shqipëri, si u tregova, kam nejnë kufia atje dhe jem kthy mas një kohë, dhe kam shku drejtë në Krajlan. Kam gjetë, kam pa rruba, kam pa tesha, një shtëpi ka qenë vetëm një dhomshe, aty muri ka qenë me tulla, mrana, dhe një qoshe jaknet ishin të bu, ishin lanë, dhe me siguri ata i kanë mbështet për muri dhe i kanë vrava, sepse shije gjaki në muri aty ishte, gjaki i trupave të njerëzve. Pastaj ka qenë një Hiseni prej Caralluke, ai që kishte shpëtuar aty. Dhe ai thotë se dikon thotë 7 plumba nuk e kam kthyer në trup sa i ka pas, por thotë 7 plumba i kam pas dhe më kanë dhënë tjerë për mi. Ndërkohë natën është ka dalë dhe ka shkuar në malë, e kanë gjetur shtartë, e kanë marrë dhe i kanë ndihmuar, e kanë shëruar. Ai tregonte se aty ka ndodhur masakra të mëdha. Pastaj aty ndër të parat që i ka vizituar nga tujt ka qenë Luiz Arbur. Luiz Arbur ka dhënë mendimin, i ka gjetë disa konta të vogla me një farë materiali për djegjen e trupave. Edhe i ka ndjek. Edhe është shumë interesant që edhe mbetjet e ishtrave janë pjesë të vogla, kanë qenë atëherë që i kemi pa na. Aty ka qenë një trin edhe një kali shkan met në ravinë aty, nuk kanë mund me nxjerrë. Mirë po na trin, na kemi pa copa të mëdha të ishtrave. Tash ka i kanë marrë, çka kanë po me ta ka i kanë çuar nuk e dim. Sa vetë janë vrarë në Krajlan? Në natën e 4 prillit. Dikun 87 janë që vrarë, që janë emrat. Kur mi dalë na prej aty tash, Moslia Sane, një profesor i gjeografisë ka qenë, ai ka numëruar njerëz që i pas ka numëruar atje sa në kohë, edhe i ka numëruar tash sa unë shumë. Do shifra është shumë e parafort me mendimin e tij, po në listë që janë, në lapidarin që është ngrit nga komuna e Klinës, janë dikun 87. Zotë Kryzio, ju e keni pranu vrasjen që ja kanë bërë djallit tuaj forcat serbe. Do të thonë nga 4 prilli, e keni ditur që është vrarë. Apo ka pasur një fije shprese që ndoshta pasi nuk e keni pa, nuk keni gjetur shenja të trupit e tina, është diçka interesante. Çfarë ju ka mbajtur juve për plot 26 vite? Diçka interesant që ka pas tash fjalë ndryshme. Ka qenë një Muharremi, aty afër ka pas shtëpinë, vetëm një rrugë ka nda, për aty livadit ku janë vrarë ata. Ai thoshte, kam kontaktuar me to. Thoshte që këtu ato këshillat më të mëdha janë bën natën, por na nuk i kemi pa. Kanë bërë njerëz prej këtu, i kanë prunë tjertë, këta i kanë marrë, i kanë gjurë tërka, kështu që ashtë ati i kanë kamuflu senet që mos flasim. Mirë po,
shpresa, po tham deri në kohën 10 vjeçare, nuk ka qenë e vdekje për mua. Kemi pas përpjekje të mëdha, jemi mundu përmes kryqit kuq, në veçanti, pastaj ka qenë i Bekim Blaka, ai është i Prishtinës ai. Përmes ti, në forma ndryshme, me ardhur deri te zbulimi i të vërtetës. Po pas 10 viteve ka qenë më veç diçka për mua ka qenë shuar. Ka pas rast kur kanë ardhur njerëz në shtëpi. Bile kam qenë të punu një orë aty dhe kanë ardhur njerëz. Një shkon të shtëpia, s'u kanë gjetur në ardhur. Kemi ndëgjuar ta ka qenë mentorin i letër. E shef sa mendim më sa Ka pasur të tilla. Ja, pa pasur në kur far dëshmia, kur far letra, kur far. Pastaj ka qenë Si keni planuar, zotë Kreziu, këtu thashë theme, këto fjalë të cilët këtë dashur të ngjallin atë ndjenjen që dikun është ngjall, djali juaj. Po ta them vërtetën, shpresa ishte madhe, shpresa nuk po vdiste kurrë. Pastaj ka një herë, na vjen në momenti, nuk do tash më përmend emra këtu, po na vjen në momenti që asoj që janë të sigurt, 33 që ati grupi janë të sigurt. E në qatë 33-shin është edhe djali juaj. Tash është diçka shumë interesant, një ngjarje para 2 viteve, djalin e madh që e kam tash punon ai në Gjermani, aty shku rrugës në Subotic, kufi me Hungari atje, një police e ka legjitimu, i kanal me kerë, e ka legjitimu djalin edhe ka kthyer Arben, emri babës Maliq, edhe i ka thonë, çka ki mentorin ti? Zonë interesant kjo ngjarje. Çka ki mentorin? Ka thonë, va, po ka shumë mentora aty në fshat, ja. Mentorin çka ki, njëjtit babë që jeni. Ju që jeni të Maliqit. Mirë po pak edhe frika që bile e kam një lidhja që soj një mik tamin që punon. I tha, është antikrim. I tha, që mërshë një fotografi ose një numër të kraut edhe kur t'i shanë muzej, me siguri ai kesh mendim që ajo ka qenë e Kosovës tu dhe paka shumë me din gjendit, ndoshta edhe e kanë qaq të zhvillum në drejtim Hetusin, që për Donjanin e din kush çka. Po unë kam pas një rast, Bekim Blaka im ka pas tirë, dhe më tha me shku në Beograd, ka qenë një konferencë ndërkombëtare. Mirë po, unë folë me familjen, unë pa të ndërmen më shku, familja jo s'ban më shku, s'ban e lash. Edhe pi thëmë Bekimit tash nuk, familja dhe nuk po ka që më shku dhe s'po mëj. E tash ti tha, hajti tha në Prishtinë, dhe një farë monitorit, ma në formë televizorit, po se ku me thonë a i balë aty, shumë i madhe, dhe tash unë mi për cila ta ka e mbajnë takimin, edhe me shprehë unë mendimin tim për rastin e Krahalarit. Aty e kam vrejt që Natasha Kandish ka qenë ajo, po ato që kanë 2 punëtore, tash emrat e ku më harru, ato 2 punëtore që kanë punu me Natasha, njëna prej tyne, foli për rastin e Krahalarit. Edhe ma mërë kemenja që ajo akon bashkë me neve aty, qaq kollësisht që i shkoqiti. Ka marrë informacion. Po, qaq kollësisht që i shkoqiti gjonat rreth rastit Krahalarit. Një farë mënyre, unë aty jam bindë dhe këmë këtu se gjithë shka, Serbt gjithë shka dinë dhe kanë majtë dhe kanë meditar gjithë shka që kanë bënë Kosovë dhe ku i kanë shumë trupat e që kanë. Zëtë Kreziu, so ka qenë vështirë të jetani në kërkim të një shenje me shpresën që do të shihni, do të gjeni së paku e shërtrat e djallit tuaj mentorit. Si e keni kaluar jetën këto 26 vite deri me tani kur identifikuan ishte të djallit, cila ka qenë nata, mëngjesi, puna e juaj dhe mendja juaj në mendja çdo herë mentorin 18 vjeçar. Ta thënë për vërtetën, këto 26 vite më kanë shkatru, më kanë mulis, tash kur gjatë e meshët, unë jam i gatshëm veç murdzu. Një pritje shumë e ronë, e në veçanti kur ne merrnim informata ndryshme, jo janë, jo s'janë, jo i kanë qu këtu, jo ku ta divën atje. Shumë këto gjona kanë qenë të rënda për mu. Pastaj, mund me thonë lirisht se edhe unë, edhe shoqja, më tepër
kemi jetuar me ëndrat e mentorit që e kemi pa. Shpeshherë shoqja kishte dëshirë të hyjë në tema rreth tina, rreth jetës tije, rreth fjalëve të tij, jo ka thonë kështu mentori, jo kështu ka thonë, nuk dalin atje. Po nuk desha dhe ato me lose më njëherë. Kur hiken atë tema jo, mo 2 ditë 3 nuk më kemë qenë kryt përpjet. Shumë mërzi e madhe, lodhje, raskapitje, gjithçka. Tash sot dhe pata disa musafir para se marr këtu. Një vajzë të migje se dhe po më thotë, ta pa si maliq bunaj fort. Tash po, po më doket që sot ka ndodhur kjo ngjarje. Jo që sa vite, po më doket. Edhe tash unë, po të them të drejtën, edhe familje jam, edhe djemt, nuk di çështë do ta presim. Tash ku fomën e tij, eshrat e tij, që ka dhe qenë një moment shumë i rënd kur ne ta shohim edhe ta paramendojmë edhe na del përpara fytyra e tij se ajo është i shtrirë në sana ka po si mi thonë atij të kufomës. Besom që janë momente që vështirë është mi përshkru. Edhe shpesh unë i tham, më thojnë njerëz, pse pas mali nuk po, pse s'po bëhesh më i fortë, pse s'po duron, pse mërzitesh, pse çon. Është shumë interesant që nuk e di, ndoshta ju ka ndodhur në kujt tjetër, por nuk e di që i ka ndodhur dikujt më marr prej dore djalin 18 vjeçar e me pa në gjendje që fytyra e tij sot kur unë i përmendja të gjona, më duket se sot po e shoh në gjendjen e fytyrës tij, edhe sikur veç që s'ka thonë, oh, Bob, nga vrese. Zotësi u lavdi gjithë të rënëve, e urojmë që t'ju lecohen dhimbjet, momentin që ndëgjua dhe morët vesh për djalin që gjente në shenjat, ishtrat e tina, si unë litë, që tani e mbrapa të kene një shenjë, një vend ku përjetë mendori në dhejun e Kosovës së lirë. Unë, të thonë drejten, vetë shpesh herë kam thonë, edhe në intervista më herët kur kam thonë, ma du mja gjetë veç eshrat e ti, nuk du tjetër. Mirë po, kur në e lojmi, të thënë vërtetën, u mërzitëm. U mërzitëm shumë. Unë edhe familja ime dhe djemë diku më pas jashtë nesërmen më njëherë. Ka në arë në shpejt dhe dhe më thonë, krejtë familja jonë imi të bu, jemi mbledhë dhe së bashku, të munu me te i kalu. Po, ishte vështirë, ishte, po tam, në ra me prit 2-3 ditë, nuk e dishëm as po as jo, po në thanë që janë të Malishevës 3, po zemra, dishka më ndinte që ka me kona dhe mentorit me ta. Edhe pas 3 ditëve na informuan tash Isen Kryzion është aty kryetari i shoqatës kujtesa. Përmes tij na informuan se në mesin aty në treve është edhe mentori, është edhe një mleshar një djali kadre Kryzion i cili nesër e ban marrimin. Është edhe një lapçevës, një Vebi Halilej. Edhe ai janë të tre që gjetë këtu bashkë, janë në 7 tjera të klinës, pastaj edhe 2 tjerë që përmenda më herët. Tash, na kemi bën një farë marrëveshje, një farë caktimi me kryetarin e komunës, që varrimin e mentorit edhe të atij të lapçevës ta bëjmë me 4 prill, sepse me 4 prill edhe është data kur na i kemi kujtu, edhe është data kur ata i kanë marrë shkritë dhe më nuk kemi pa kuras, nuk dim kur gjë për ta më. Deri tash, kur eshrat e tyre na janë ofruar. Falë gjakut e derdhur të gjithë dëshmorë të rënëve për liri, i sot ne ekzojmë. Si e keni përjetuar ju këtë liri të Kosovës me mungesën e djallit tuaj që e përshkruat me emocione dhe këtë njerëzore që ju është marrë nga dora në moshën rinore. Si do ta kishi përkufizuar 26 vite i jetë në liri, në mungesë e djallit tuaj, në kërkim të djallit tuaj dhe shumë të tjerëve, baballarëve të tjerë, që kanë kërkuar dhe janë në kërkim ende të fëmijëve të tyre, apo prindve të tyre. Po, da thëmë vërtetën, unë vetë kam thonë,
se edhe e thështë edhe mentori, në pështoft Arbeni ka ideali madhe, a ishte në Gjermani në atë kohë, në pështoft Arbeni për neve është vëllë. Po dhe vetë kom thonë, unë ja falë gjakun tokët Kosovës, ja falë gjakun dhevët Kosovës, vetëm le të bëhet mirë njëherë për gjithmonë edhe mos na i vije era e shkavët Kosovës, unë kërkoj falja dhe nga ju, po unë atë popull nuk e konsideroj si popull, nuk i konsideroj si njerëz që nga i rasti i kralarit, unë ata i konsideroj si kanibal, që edhe mish njëjt ata janë gjendje me hëngër. Po, sa i përket rahatisë dhe qetësisë shpirtërore, unë pak ndjej një lehtësim pak, dhe e los Zotin që sa ma shpejt vije dita e rivarimit dhe pak a shumë pas ati rasti e di. Ku e kam vorin e djallit të shkoj të vizitojnë, me një tuk lula, me një kujtima, po di që momenti maj vështirë do t'jetë prapë, po thamë, momenti kur të vinë kufumat edhe të natyrzohen neve, edhe pse nuk është trupi ti shtrirë në sanak, mendja më shkon edhe sytë, ma qesin fotografinë e ti për para, edhe ato do t'jenë momentet të vështira, momente që me vështërsi do t'i përballojmë. Unë edhe familja jam, po mendoj edhe të tjertë. Zoti Gëziu, urojmë t'ju lehtësohen dhimbjet 26 vjeçare, dhimbjet për djalin, dhe uroj që tani mbrapa niprat, besat të gëzojnë lirinë edhe të pushoni qetë në shenjat e djallit tuaj, në kujtimet më të mira, në kujtimet rinore. Faleminderit që ishe pjesë e televizionit Arbëria. Faleminderit e juve, është vërtet që unë kam tash edhe 2 djemë, kam edhe 4 nipa, njëri prej tyre më bëna një mentorit, njëri djalë, edhe mirë po rritet, mirë po shkon, ka qenë propozimi i shoqës time që mjalon një djalë emrin e mentorit, dhe nga ky takim me juve duhet jetoj me shpresën që gjithë të zhdukurit të zbardhen dhe t'ju afrohen familjeve tyne që e kjo plagë të mbyllën njëherë për gjithmonë, dhe dua të apeloj nga ky takim këtu me juve që qeveria të jetë më angazhuar në këtë drejtim, të punoj më tepër për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ne kemi qenë të dëmtuar materialisht me shtëpia, me gjithçka. Mirë po ato kret, po i harrojmë, po le të mbetet kjo breng që zbardhet sa më shpejt të punohet më shumë për këtë çështje. Edhe një herë faleminderit. Qofshim me nder, faleminderit a ju. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.